Përshëndetje, kjo është revista e mbrëmjes tu në Top Channel, ku ndër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Duke folur përpara të zgjedhurve vendor, ambasadori amerikan Donald Lu tha se nëse në konferencë ata kishin bëritur me makina luksoze, duhet të mendojnë nëse kjo është ajo që presin zgjedhësit që i kanë votuar. Po ashtu Lu tha se është koha që të shikojmë që ndarja e re territoriale ka qenë për t'i shërbyer mirëpopullit apo për të fituar zgjedhjet. Prokuroria e krimeve të rënda vendosi sekuestron mbi të gjitha pasuritë e Fatmir Kajollit, ish antar i Këshillit Bashkiak të Fierit dhe një person me konflikte të përhershme me drejtsinë shqiptare dhe atë italiane. Në sekuestro janë vënë mbi 210 hektar tokë, pyje, troje, ndërtesa, kompani biznesi dhe llogari bankare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe kryeministri Edi Rama theksuan tendencën e zvoglimit të kredive të këqija si një nga problemet më të mëdha të sistemit bankar dhe kreditimit të ekonomisë në tërësi. Kryeministri po ashtu theksoi se një nga shkaqet madhore të kësaj situate ishte edhe shkalla e lartë e informalitetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë për herë të parë trupa toksore në Siri. Forcat speciale do të vendosen në veri të vendit dhe do të jenë në ndihmë të rebelëve në luftën kundër xhihadistëve të ISIS. Ndërkohë në vjen pati optimizëm nga bisedimet për të gjetur një zgjidhje të krizës së të zgjatur siriane. Në janar të vitit 2016 pritet të fillojnë punimet për ndërtimin e stadiumit të ri kombëtar në vendin ku ndodhet stadiumi aktual. Punimet mësohet se do të kryhen nga një kompani shqiptare e cila do të zbatojë projektin e hartuar nga një studio italiane që u shpall fituese, duke ia blerë asaj me çmimin e 5% të vlerës së projektit. E nisim me një zhvillim të fundit, Strasburgu urdhëroi qeverinë e Shkupit që të ndërpres menjëherë projektin për ndërtimin e hidrocentralit që do të sillte edhe devijimin e lumit të Radika. Pas protestave në Shqipëri, por edhe në Maqedoni, Komiteti i Përhershëm i Konventës së Bernës pranë Këshillit të Evropës i jep kështu zgjidhje asaj që u kthye në një çështje të nxehtë mes dy vendeve 2 vite më përpara. Merr fund odiseja e devijimit të lumit të Radika për të furnizuar me ujë një hidrocentral të planifikuar për të ndërtuar nga qeveria e Maqedonisë në zonën e Mavrovës. Pas debateve të shumta nga shqiptarët e Dibrës së Madhe, protestave në Shqipëri, por edhe të ekologjistëve në Maqedoni, Komiteti i Përhershëm i Konventës së Bernës pranë Këshillit të Evropës në Strasburg, pas inspektimit të projektit në terren, ka urdhëruar qeverinë maqedonase të ndërpresë menjëherë implementimin e projektit për ndërtimin e hidrocentralit. Top Channel ka siguruar një kopje të draftit rekomandimit të hartuar nga ekspertët e Këshillit të Evropës, i cili do të paraqitet për miratim në seancën që pritet të mbahet në datat 1 deri në 4 dhjetor. Duke marrë parasysh të gjitha specifikat e parkut kombëtar të Mavrovës, i cili është një nga zonat me biodiversitet të larmishëm dhe habitat natyral i një numri të madh speciesh të mbrojtura, duke marrë parasysh faktin se ish Republika Jugoslave e Maqedonisë është në një proces afrimi me Bashkimin Evropian dhe direktivat e Bashkimit Evropian, janë shumë të rëndësishme ndikimet që këto projekte mund të kenë në rrjedhën natyrale të lumenjve. Duke marrë parasysh faktin se parku kombëtar i Mavrovës dhe teritoret përreth janë zona kryesore të riprodhimit të rrëqebullit ballkanik, një specie në rrezik zhdukje, ne i rekomandojmë ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë përdorimin e metodave parandaluese dhe pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të projektit për ndërtimin e hidrocentralit në territorin e parkut kombëtar të Mavrovës. Me këtë argumentim, Këshilli i Evropës fton Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankën Botërore që të përdorin mënyra më të kujdesshme dhe të marrin parasysh pezullimin e financimeve të projekteve të hidrocentraleve në Maqedoni në përputhje me rekomandimet e bëra. Devijimi i Radikës u kthye në një çështje të nxehtë mes Maqedonisë dhe Shqipërisë në fund të vitit 2013 dhe fillim të vitit 2014. Atëherë kur u bë publik dhe projekti i Shkupit zyrtar për ndërtimin e një hidrocentrali, i cili do përdorte ujin e lumit që do devijojë në Vardar për të përfunduar më pas në zonën e Mavrovës, ku do ishte planifikuar ndërtimi i hidrocentralit. Duke folur përpara të zgjedhurve vendor, ambasadori amerikan këtu në Tiranë, Donald Lu, tha atyre se nëse në konferencë kishin bëritur me makina luksoze, duhet mendojnë nëse kjo është ajo që presin zgjedhësit që i kanë votuar. Po ashtu Lu theksoi se është koha që të shikojmë që ndarja e re territoriale ka qenë për t'i shërbyer më mirë shqiptarëve apo për të fituar zgjedhjet vendore. Të nderuar kryebashkiak, nëse keni ardhur këtu me Mercedes, BMW ose Audi të zi, duhet të mendoni nëse kjo është mënyra që votuesit tuaj duan që ju t'i përdorni parat e tyre. Nëse zura juaj është më e këndshme se dyqani i bukës apo zura e postës në zonën tuaj, sërish shpresoj që do të mendoni a do të shpenzoheshin më mirë këto para për mbledhjen e plerave.
përmirësimin e shkollave apo ndërtimin e parqeve. Ose do t'ju marrin para akoma, ose do t'i bëjmë që të qajnë dhe paratë që na kanë dhënë. Unë besoj që të gjithë jemi të interesuar që këta t'japin para prapë se kanë shumë, nuk I japin kollaj, nuk janë zëmërgjër si shton, nuk e bëjmë fare bile për zëmërgjërsi, e bëjmë për interes, por ne të bashkojmë interesat. Dhe këti burimi financimit I marrim maksimumin. Ja dhe ja them të kryetarët e bashkive sepse tani që kanë fituar zgjedhjet, në kokën e tyre ka vetëm një gjë, ku janë lekët. Ku janë lekët? Ja ku I keni lekët. Po doni, merrni. S'doni, atëherë rini edhe prisni justifikimet e qeverisë. Banka e Shqipërisë inauguroi në mbrëmje mjediset e reja. Kryeministri Rama tha se Banka e Shqipërisë është një ndër institucionet e pakta që gëzon besimin e qytetarëve në vend, ndaj edhe investimi sipas tij nuk është një shpenzim luksi. Është kënaqësi dhe privilegj për mua sot që të jem prezantuesi kësaj ceremonie të inaugurimit të godinës së re të Bankës së Shqipërisë së bashku me Muzeun e Bankës. Me këtë rast do doja të theksoja edhe një herë vendosmërinë për rolin tonë si bankë qendrore në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe shëndetit financiar në vend. Me këto fjalë, guvernatori Gent Seko ka mirëpritur të gjithë të pranishmit në ceremoninë e inaugurimit të ambienteve të rikonstruktuara të Bankës së Shqipërisë dhe të inaugurimit të muzeut të këtij institucioni. Për kryeministrin Edi Rama, ky investim nuk është as pak luks I tepruar, por një investim I domosdoshëm. Ky investim I bërë që mbase si dhe investimet tjera për njerëz që janë të prirur të shikojnë vetëm sipërfaqen e gjërave, mund konsiderohet një luks I tepërt. Po ndërkohë, për sa më takon dhe besoj edhe për atë çka ka nevojë ky institucion me kaq rëndësi për vendin ton, ky investim nuk është as pak një luks I tepërt, por është investimi I bërë në kohën e duhur dhe në vendin e duhur për t'i dhënë institucionit atë që I takon. Nga godina e re e Bankës së Shqipërisë, Edi Rama I parapriu dhe rikonstruksionit të godinës së ish Hotel Dajtit. Si kryetar bashkie kam mikpritur në zyrën time guvernatorin Fullanis bashku me arkitektët kur nisi ky projekt. Ka qenë fat për mua që t'jem po ashtu pjesë edhe e projektit në vazhdim, që është transformimi I ngrehinës së Hotel Dajtit, ku jam I bindur të njëjtën kënaqësi që përftohet sot, do të mund ta përftojmë edhe në godinën tjetër. Më herët gjatë ditës guvernatori dhe kryeministri në konferencën vjetore të bankës theksuan tendencën e zvoglimit të kreditive të këqija, si nga problemet më të mëdha të sistemit bankar dhe kreditimit të ekonomisë në tërësi. Procesi I pastrimit të kreditive të humbura pa shpresë arkëtimi ishte finalizimi I një pune të përbashkët ndërinstitucionale. Gjatë këtij procesi ne kemi pasur mundësinë të asistohemi dhe të mbikëqyremi edhe nga institucione të rëndësishme ekonomike ndërkombëtare, si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përveç objektivit për krijuar një fleksibilitet më të lartë në lidhje me aspektet të veprimtarisë në trajtimin e portofolit kredis, do të synojmë të adoptojmë dhe një koncept të ri, atë të biografisë së klientit, element I cili do të lehtësojë bankat në vlerësimin e potencialit të klientëve kredimarës dhe të gjithë aktivitetit kreditues. Bizneset e prodhimit vendas faktikisht kriza I vendosi I nxori plotësisht në dritë me të gjithë dobësinë e tyre si strukturat pa formalizuara që nuk garantonin asnjë siguri për një vazhdim normal dhe, kur them normal, ambicioz të kreditimit të sektorit bankar.
Raporti fundit i Bankës Botërore për Liritë Ekonomike tregon edhe një rënje të fortë të Shqipërisë edhe në fushën e pagesave të taksave. Sipas renditjes së bankës, kjo ndodh sepse bizneset shqiptare kanë një sistem më të vështirë taksash nga ai vendeve të tjera dhe shkaku kryesor më shumë se barat tatimore mbeten procedurat burokratike dhe koha që kërkohet për pagesën e tyre. Edhe pse gjithë vëmendja për renditje negative të Shqipërisë në klimën e biznesit ka qenë e përqendruar tek lejet e ndërtimit, ka dhe një tregues tjetër ku vendi renditet ndër të fundit në botë. Bëhet fjalë për pagesën e taksave. Sipas Bankës Botërore, aktualisht Shqipëria renditet në vendin e 142, ndër 189 vende të botës për nga vështirësia në pagesën e taksave, ndërsa nëse krahasohet me ekonomitë e ngjashme të rajonit, rezulton të ketë sistemin e dytë më të vështirë, duke lënë pas vetëm Bosnjën. Banka Botërore vëren se kjo renditje negative është rezultati i numrit të lartë të pagesave, kohës që kërkohet, por edhe barrës tatimore. Më konkretisht, në raportin e fundit të Doing Business, banka thot se një biznes në Shqipëri duhet të bëjë 34 pagesa në vit për taksat dhe të harxoj plot 350 shtator për mbylljen e tyre. Por veç procedurave burokratike, vitin e fundit sipas Bankës Botërore, treguesi i pagesës së taksave u përkeqësua edhe nga rritja e shkallës tatimore. Në raport, Banka Botërore vëren se Shqipëria e bëri pagesën e taksave më të kushtueshme për kompanit, për shkak të rritjes së tatimit mbi fitimin. Sipas saj, nëse vjet një biznesi në Shqipëri duhet të paguante në shtet mesatarisht 31.4% të fitimit total në formën e taksave, këtë vit shuma u rrit në 36.5%. Në rajon kjo është norma më e lartë përveç Greqisë, ku ndërmarrjet paguajnë si taksa mesatarisht 49% të fitimit. Në ekonomitë e tjera fqinje, barra e taksave luhatet nga 12.9% në 23.3%. 1 milion ndjekës në Facebook, topvischannel.tv, faqja që ju informon për gjithçka, aty ku ndajmë lajmet më të fundit, show-ut më spektakolar, ku argëtohemi dhe informohemi. Gjithçka ndodh në Shqipëri e në botë, vetëm një klikim larg. topvischannel.tv. Shqipëria humbi 35 vende në raportin e Bankës Botërore për sa i takon klimës së biznesit dhe kjo çështje vjen të jetë argument dite, por edhe debat politik mes palëve për ta zhvilluar më tej. Me mua në studio është eksperti ekonomist Ilir Ciko. Zot Ciko, përshëndetje, mirë se erdhët në revistën e mbrëmjes tonë Top Channel. Përshëndetje, faleminderit. Një pyetje të parë do doja dija se çfarë vlere ka ky raport dhe çrëndësi kanë matjet e tij para se të analizojmë renditjen për Shqipërinë. Po patjetër, ka një vlerë të padiskutueshme sepse së bashku me 3-4 raporte të tjera, siç mund të jetë ai raporti i konkurrenshmërisë globale apo raporti mbi lirinë ekonomike, janë ndër raportet më të rëndësishme që pasqyrojnë zhvillimet ekonomike të gjitha vendeve, pothuajse të gjitha ekonomive të botës, dhe nga ana tjetër i publikuar nga një institucion po aq i rëndësishëm siç është Banka Botërore, natyrisht që edhe kjo ndikon në cilësinë e raportit që... Dhe si shikoni rezultatet dhe në mënyrë veçantë për Shqipërinë dhe cilat kanë qenë shkaqet që ne kemi zbritur 35 vende? Po, shpjeguar këtë ditë ka pasur mjaft debate mbi shkaqet që kanë shkaktuar këtë rënje të klasifikimit të Shqipërisë, të cilat për mendimin tim lidhen dhe me natyrën e ndërtimit të raportit, por padyshim edhe faktor kryesor janë edhe ato që lidhen me reformat dhe me ecurinë e tyre në Shqipëri. Kështu, po ta shohim nga ana e ndërtimit të raportit, raporti ka me gjithë përparësitë që ka në drejtim të reflektimit të zhvillimeve në ekonomitë e vendeve, ka dhe një sër mangësish të cilat korrigjohen ose plotësohen nga ana e raporteve të tjera. Kështu unë do të veçoj aspektin e parë i cili ka të bëjë me faktin që raporti i Doing Business Bankës Botërore paraqet situatën, nëse mund ta quaj kështu, teorike të zhvillimeve ekonomike në vend, pasi në mënyrë të përmbledhur ai përpiqet që të analizojë të gjitha hapat me të cilat ndiqet në ciklin e tij një biznes, duke u referuar mënyrës se si këto procedura, si këto çështje me të cilat trajtohet biznesi, pasqyrohen në legjislacionin përkatës. Por raporti i Doing Business i Bankës Botërore nuk pasqyron as pak realitetin e vërtet me cilën ndeshen bizneset në vendet përkatëse. Dhe kjo është një nga mangësitë kryesore për cilat edhe ky raport kritikohet, pasi në të nuk merren opinionet e bizneseve, për përgatitjen e këtij raporti nuk merren opinionet e bizneseve, sikurse edhe nga ana tjetër vetë raporti nuk ka një vëzhgim ose një monitorim të situatës reale në cilën ndeshen këto biznese në vendet përkatëse.
Pra, i gjitha konkluzionet që e ndërtojnë këtë raport, kryesisht janë të bazuara në opinionet e ekspertëve ligjor, të cilët shqyrtojnë dhe analizojnë legjislacionin përkatës, procedurat të cilët duhet të ndjekin bizneset, dhe mbi bazën e këtyre arrin në konkluzionet dhe nxjerrin indikatorët përkatës. Dhe pengesa që eviton ky raport, më thuhet se janë dhe burimi i korrupsionit? Kjo është një nga mangësitë më të theksuara të këtij raporti dhe për cilën më kam pasur rasti ta debatoj edhe me ekspertë të Bankës Botërore. Çështja e korrupsionit nuk trajtohet fare në këtë raport. Nëse bëni një search në raportin, pra një kërkim në raportin Doing Business, fjalën korrupsion nuk do ta ndeshni asnjëherë. Dhe sikur të thash, zgjedhje e ekspertëve dhe atyre që bëjnë këto raporte apo si? Vetë dizajnimi i raportit Doing Business lë me një anë çështjen e korrupsionit, e cila është një çështje thelbësore për vendin e zhvillim, përfshirë edhe rastin e Shqipërisë, por nuk është vetëm çështja e korrupsionit. Bie fjala një tjetër problem me cilin ndeshen shpesh bizneset në Shqipëri dhe në vende të tjera në zhvillim, është ekzistenca e monopoleve në treg, mbyllja e tregut, çështja e prokurimeve publike për shembull, që është një tjetër problem madhor për kompanitë. Këto çështje nuk trajtohen, nuk preken as pak fare nga ana e raportit Doing Business. Dhe sërish këto përbëjnë një problematikë tepër të rëndësishme, pasi është mi pa plot duke mos prekur këto pjesë korrupsioni, monopolet? Absolutisht po, dhe në këtë drejtim, duke qenë perfekt në aspektet që ai mbulon, njëkohësisht me raportin një farë mënyrë mbetet i përcipt, pasi kurse nuk synon që të trajtojë të gjithë problematikën me të cilën ndeshet biznesi. Ju e përmendët edhe pak më parë që rezultati janë dhe pasurijat e politikave dhe reformave të ndërmarra nga qeveria, por ajo thotë se është një situatë e rikuperueshme dhe kur i referohej një prej çështjeve kryesore, siç ishte ajo e bllokimit të lejeve të ndërtimit, ishte dhe argumenti se u bllokuan për t'i shërbyer dhe për t'i hapur rrugën edhe asaj që ishte e rëndësishme për qeverinë dhe për maxhorancën, reforma territoriale. Mendoni se është e rikuperueshme kjo situatë? Mendoj se po, patjetër, dhe është e vërtetë që rënja më e theksuar, pra pjesa dërmuese e efektit të rënjes renditjes së Shqipërisë në këtë raport, vjen padyshim për shkak të përkeqësimit të treguesit që lidhet me dhënien e lejeve të ndërtimit. Sikurse nga ana tjetër, mos harrojmë që vitin e kaluar, po ky faktor ka qenë ai që kontriboi një masë të mirë në rritjen e dukshme të renditjes së Shqipërisë në këtë raport. Dhe pikërisht këto oscilacione që ndodhin nga vit në vit, ndoshta edhe për masa tepër të kufizuara që mund të marrë ose mund të mos marrë Shqipëria, e bëjmë paksa problematik trajtimin e këtij raporti, i cili e përsëris edhe një herë ka një vlerë të jashtëzakonshme në drejtim të shqyrtimit dhe krahasimit të legjislacioneve të vendeve përkatëse, por ama kur vjen puna në drejtim të zbatimit të këtij legjislacioni, në mënyrë se si zbatohet legjislacioni të cilat vendet kanë, atëherë ky raport nuk e pasqyron këtë diferencë dhe për këtë arsye raportet e tjera siç është ai i konkurrenshmërisë globale e trajtojnë në një mënyrë më të gjithëpërfshirëse dhe kapin dhe këto problematika të cilat nuk kapen nga ana e raportit Doing Business. Për sa i përket çështjes konkrete, cilën ne po diskutonim, ato të lejeve të ndërtimit, padyshim që është e korrigjueshme. Ka pasur një progres në drejtim të reformës administrative territoriale, por nuk jemi në dieni të masave konkrete që qeveria po merr për t'ia dhënë, për t'ia kaluar këtë liri të mohuar organeve të pushtetit vendor, në mënyrë që ato të bëhen tashmë të afta, meqense janë në pushtet, për disa muajsh janë në pushtet. Pra nuk jemi në dieni se kur këto të drejta do t'i kalojnë, në ç'më mënyrë do t'i kalojnë dhe sa të afta do të jenë ato që të ushtrojnë të drejtën e dhënies së lejeve të ndërtimit, e cilat nuk është thjesht një akt administrativ, nuk është një masë që do të ndikojë padyshim edhe në raportin Doing Business të vitit të ardhshëm, por nga ana tjetër është edhe një shtysë tepër e rëndësishme për një sektor i cili ka një peshë konsiderueshme në ekonominë e vendit. Edhe në këtë mjedisin e sotëm të ekonomisë shqiptare, ku nuk prodhohet një rritje mjaftueshme e lartë e rritjes ekonomike, nuk hapen shumë vende pune, siç edhe është kërkesa vërtet, kemi një rënje të konsumit, por edhe një jo dhënie mjaftueshëm të kredive për biznesin. Çfarë mendoni se duhet të jetë si ndërhyrje emergjente për të përmirësuar klimën, por edhe ekonominë në vend? Po t'i referojmë në një këndvështrim të ngushtë raportit Doing Business, unë do të thosha që është domosdoshme që
disa masa, siç është jo vetëm çështja e leve ndërtimit, por edhe çështjet e tjera, duhet të trajtohen dhe nuk ka pse të mos shihen në mënyrë specifike se ku ne çalojmë krahasuar me vendet e tjera, të cilat sërish të theksoj nga ana teorike që pasqyron ky raport, janë më mirë se sa ne dhe kemi mundësi që mund të bëjmë përmirësime të duhura që edhe Shqipëria të tregojë përparim gjatë vitit të ardhshëm në publikimin e këtij raporti. E them këtë sepse nuk është thjesht një çështje publikimi, por ka një perceptim që bizneset e huaja, veçanërisht kompanitë ndërkombëtare, në momentet që do marrin vendime për të hyrë ose për të mos hyrë në një vend të caktuar, i referohen raporteve të tilla prestigjioze. Prandaj do thosha që ka një me pak punë në drejtim të përmirësimit të treguesve të këtij raporti për vitin e ardhshëm, ne ndihmojmë njëkohësisht edhe vendin pasi rrisim besimin që investitorët kanë ndaj vendit tonë dhe ky vlerësim që u arrit gjatë vitit, i cili padyshim do të ketë efekte negative dhe në vendimarrjen nga ana e investitorëve të huaj, mund të ndikojë pozitivisht gjatë të ardhmes në mënyrë që duke marrë një perceptim më pozitiv për ambientin e Shqipërisë, ato të jenë edhe më të interesuara për të ardhur në vendin tonë. Por kjo është vetëm njëra anë e çështjes, padyshim që reformat e tjera në drejtim të hapjes së tregut, në drejtim të përmirësimit të problematikës që trajtohet nga ana e doing business, por edhe të raporteve të tjerë, përfshirët ato që nuk trajtohen në këtë raport, kujtoj këtu çështjen e trajtimit monopoleve për shembull, apo të reduktimit të korrupsionit, të gjitha këto patjetër që do të ndihmojnë në një klimë besimi më të mirë për investitorët e huaj në vend. Maqedonia mund të jetë një model për ta marrë Shqipëria, siç e tha një ditë më parë në një intervistë për Top Channel drejtoresha e Bankës Botërore për Europën Juglindore? Druaj se jo, mendimi im personal është se Maqedonia, pavarësisht se ka një progres ose sukses të jashtëzakonshëm në të dhënat e këtij raporti, realiteti në Maqedoni ndoshta nuk është saktësisht po ai që tregohet nga ana e raportit, dhe këtu i referohem gjithmonë realitetit me cilin ndeshen bizneset. Megjithatë, me gjithë problemet e shumta që Maqedonia mund të ketë, realisht duhet të pohojmë që nga ana tjetër Maqedonia ka qenë më tepër pro-biznes në politikat e saj që kanë ndjekur në tërheqjen e investitorëve të huaj në vend. Ka pasur suksese të vërteta në drejtim të tërheqjes investitorëve të huaj në industri të shumta të vendit, të cilat i kanë dhënë shtysë atë zhvillimit ekonomik të Maqedonisë. Padyshim që pozicionimi i këtij vendi në një vend, pozicionimi i Maqedonisë në vendin e 12 në raportin Doing Business është një arritje pa diskutueshme që tregon që qeveria në Maqedoni realisht i ka trajtuar të gjitha çështjet problematikën që vite më parë ka pasur vendi në këtë drejtim, dhe ka një studim që është shkruar posaçërisht për këtë çështje dhe një plan veprimi nga ana e qeverisë maqedonase në këtë drejtim. Nuk ka asnjë gjë të keqe që edhe ne ta kryejmë një gjë të tillë dhe të ecim, por sërish shqetësimi parsorë mbetet që nuk është thjesht çështja e trajtimit të problematikës çështjeve që trajtohen nga ana Doing Business, por sa do të jemi të aftë që vërtet Shqipërinë ta kthejmë në një vend që të jetë pro biznesit dhe ku fokusi, dashamirësia ndaj biznesit dhe jo trajtimi negativ i biznesit të jetë në fokus të punës, jo vetëm të qeverisë, por edhe të aktorëve të tjerë të shoqërisë. Dr. Ziko, ju falenderoj që ishte me mua në studio. Se kënaqësi. Ky është Top Channel. Jeni me revistën e mbrëmjes këtu në Top Channel. Prokuroria e krimeve të rënda vendosi sekuestron mbi të gjitha pasuritë e Fatmir Kajollit, ish-antari i Këshillit Bashkiak të Fierit dhe një person me precedent të përhershëm me drejtsinë shqiptare dhe atë italiane. Në sekuestro janë vënë mbi 210 hektar tokë, pyje, troje, ndërtesa, kompani biznesi dhe llogari bankare. Ai ndodhet në arrest për dhunën ndaj një komisioneri zgjedhjesh, ndërsa kërkohet në Itali për disa dënime me mbi 40 vite burg. E gjithë pasuria e Fatmir Kajollit dhe familjarëve të tij është vendosur në masën e sekuestros preventive. Kajolli, ish këshilltar bashkiak në Fier, u bë i famshëm pasi shpëtoi ekstradimit në Itali, ku është dënuar nga 2 gjykata në Milano dhe në Rom me 40 vjet burgim, 16 vite nga gjykata e Romës dhe 24 vite nga gjykata e Milanos. Ai është akuzuar dhe gjetur fajtor nga drejtësia italiane për pjesëmarrje në organizata kriminale dhe shkelje të ligjit për narkotikët. Por italianët nuk e kanë arrestuar dot dhe Kajolli gjatë kësaj kohe jetonte në Shqipëri, ku dhe u bë këshilltar bashkiak për Partinë Republikane. Kajolli shpëtoi ekstradimit në Itali pas arrestimit. Gjykata shqiptare lan atë të lirë, ndërsa u arrestua pak muaj më parë për shkak se u akuzua se dhunoi një komisioner numërimi të votave gjatë zgjedhjeve të fundit lokale në të cilat fëmijët e tij
kandidonin për këshilltar bashkiak. Çështjet e hapura në Itali ndaj tij po ndiqen nga Prokuroria e Krimeve të Rënda në Shqipëri, e cila njofton se ka vendosur masën e sekuestros preventive për 2.1 milion metra katror tokë pyll, tokë ar dhe tokë truall në zonën turistike në Fier, përfshirë edhe 1700 metra katror ndërtesë, si edhe për 3 shoqëri private, të gjitha në emër të shtetasit Fatmir Kajolli ose të familjarëve të tij, pasi ka dyshime të arsyeshme se këto pasuri janë krijuar në bazë të aktivitetit kriminal të tij, për të cilin ai është dënuar në Itali. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka kryer verifikimet në bazë të ligjit antimafia, duke nisur nga referimi i policisë shtetit dhe ka marrë lejen nga Gjykata e Krimeve të Rënda për të vendosur sekuestro në pasuritë e paluajtshme, si dhe shoqëritë private të regjistruara në emër të Fatmir Kajollit, Melinda Çuko Kajolli dhe Florim Kajollit. Kajolli është dënuar nga drejtësia italiane, por kërkesa e tyre për ekstradim nuk u pranua. Sipas vendimit të gjykatave italiane, shtetasi Kajolli ka kryer trafik droge gjatë periudhës 2000-2001. Në përfundim të veprimeve procedurale, në kuadër të hetimit pasuror u përfshin rreth 20 persona, Kajolli dhe të afërmit e tij. Këto pasuri dyshohet se janë krijuar në bazë të veprimeve fiktive shitblerje ose dhurimi. Nga hetimi janë konkluduar në dyshime të arsyeshme se personat që kanë në pronësi këto pasuri nuk kanë patur mundësi reale financiare për t'i krijuar ato. Pjesa më e madhe e pasurive të paluajtshme janë regjistruar në emër të shtetases Melinda Çuko Kajolli. Kjo e fundit rezulton se është pronare e tokës me sipërfaqe 2.1 milion metra katror truall, kryesisht në zonën e Semanit, 1700 metra katror ndërtim si dhe 3 kompani private. E para është Citadela, kompania që shfrytëzonte edhe zonën lagunore dhe turistike në Fier. Mëtej kompania ABA 2001, e cila kishte marrë të drejtën e pastrimit të mbeturinave dhe kishte licencë transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, si dhe kompania shumë e diskutuar e parkimeve International Parking 2011, regjistruar në emër të shtetasit Florim Kajolli, e cila kishte marrë nga Bashkia e Fierit të drejtën e menaxhimit të gjithë zonës së parkimit në qytet. Në fakt, ndaj kësaj kompanie ka patur shpesh denoncime nga persona të ndryshëm për abuzim. Shikojmë zhvillimet më të rëndësishme ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë për herë të parë trupat toksore në Siri. Forcat speciale amerikane do të vendosen në veri të vendit dhe do të jenë në ndihmë të rebelëve që luftojnë kundër xhihadistëve të ISIS. Kjo lëvizje shënon edhe një përshkallëzim të përpjekjeve amerikane në luftën ndaj shtetit islamik. This nation is sick and tired of war. Ky komb është i lodhur nga lufta. Përgjigjja ime është e thjeshtë. Unë nuk do vë në rrezik jetën e amerikanëve në Siri. Unë nuk do ndjek asnjë operacion toksor si në Irak apo Afganistan. Këto do jenë thjesht bombardime të shënjestruar në një objektiv të qartë: shkatrimin e armëve kimike dhe degradimin e pushtetit të Asadit. Ndryshe nga kjo deklarate 2 viteve më parë, realiteti tani tregon një tjetër gjë nga ajo çfarë presidenti Barack Obama u zotua në Shtëpinë e Bardhë. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë trupa ushtarake toksore në Siri për të këshilluar dhe ndihmuar forcat rebele në luftën kundër ISIS. Vendosja e forcave operacionale speciale është përshkallëzimi më i rëndësishëm deri më sot i fushatës ushtarake amerikane kundër ISIS. Por për Josh Earnest, zëdhënësin e Shtëpisë së Bardhë, ndërhyrjet e reja nuk e ndryshojnë as pak planin e tyre për Sirin. Our strategy in Syria hasn't changed. Strategjia jonë në Siri nuk ka ndryshuar, pasi pjesë kryesore e planit ton ushtarak është rritja e kapacitetit të forcave lokale që të mundin ISIS. Presidenti vendosi që ta intensifikojë suportin ndaj tyre duke ofruar një numër të vogël forcash speciale të cilat do të jenë në terren. Pra ky është një intensifikim i strategjisë tonë, ku ne besojmë se forcat speciale amerikane do të ndihmojnë në rritjen e kapaciteteve të luftimeve kundër ISIS. Trupat do të ndihmojnë forcat lokale kurde dhe ato arabe për të zmbrapsur xhihadistët, të quajtur si forca speciale. Ata do të vendosen fillimisht në veri të Sirisë. Trupat që do të jenë atje do të ndihmojnë edhe në koordinimin e forcave toksore lokale me koalicionin ajror të udhëhequr nga SBA. Por përveç kësaj nisme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rrisin forcën e tyre ushtarake me vendosjen e avionëve luftarak A-10 dhe F-15 në bazën ajrore Incirlik të Turqisë.
Ndërkohë në Vjenë bisedimet për të gjetur zgjidhjen e krizës të zgjatur siriane duket se dhanë optimizëm për 6 muajt e ardhshëm, u tha se duhet arrihet armëpushimi o pas vendit të mbajë zgjedhje dhe të ketë një pushtetu të re, por se si do të shkohet në armëpushim kjo është ende e paqartë. 19 diplomatë të cilët u bashkuan në Vjenë ranë dakord të një deklaratë të përbashkët që të punojnë së bashku për të siguruar një armëpushim për Sirinë në 6 muajt e ardhshëm. Takimi u finalizua me një konferencë për shtyp të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, së bashku me shefin e diplomacisë amerikane John Kerry dhe të dërguarin special për Sirinë Stefan de Mistura. Ne kemi ftuar Kombet e Bashkuara dhe të gjitha palët për të rakorduar në një zgjidhje politike ndjekur nga një kushtetutë e re dhe zgjedhje elektorale, por ne kemi vendosur që zgjedhjet do të supervizohen dhe administrohen nga OKB, duke garantuar standardet më të larta të transparencës, të drejtë dhe të lirë. Kështu do të votojnë të gjithë sirianët dhe diaspora që mund të marrin pjesë në këto zgjedhje. Po ashtu për kryediplomatin rus, ky proces politik duhet të krijojë një strukturë gjithëpërfshirëse. Të gjithë shtetet sirian duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në zgjedhje, duke përfshirë edhe refugjatët nga vendet e tjera. Lavrov shtoi. Unë nuk thash që Asad duhet të ikë apo Asad duhet të qëndroj, por ajo që unë them është se fati i Asadit duhet të vendoset nga votuesit sirian. Ne kemi një armik të përbashkët i cili nuk duhet lënë që të fuqizohet as në Siri, por as në ndonjë vend tjetër. Ndërkohë, Stefan de Mistura bën thirrje për të gjithë vendet që kanë ndikim mbi qeverinë siriane dhe opozitin atje që të përpiqen të vënë palët në një tyrezë të përbashkët bisedimesh. Por ishte fati i Bashar al-Assadit ai që u bë pengesë takimin të gjatë prej 7 orësh. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, duke përfshirë Arabinë Saudite, besojnë se presidenti sirian, mandati i të cilit skadon në vitin 2021, duhet të japë dorëheqjen. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, e cilësoi si sukses tryezën e bisedimeve në Vjenë. It was a very long, very substantial meeting. Ky ishte një takim i gjatë, shumë i gjatë, por edhe substancial në të njëjtën kohë. Ne gjetëm hapësira të përbashkëta që na lejojnë për të vazhduar bisedimet. Ajo që mund të them është se ky nuk ishte një takim i thjeshtë, por sigurisht mbetet historik pasi për herë të parë kishim të gjithë aktorët rreth të njëjtës tryezë dhe mund të them që atmosfera ishte tepër konstruktive. Pas përfundimit të takimit në Vjenë, ajo që mbeti e paqartë është se si do implementohet armëpushimi dhe periudha tranzitore në Siri, sa kohë do zgjasë kjo e fundit dhe nëse palët në konfliktin sirian janë të gatshme të pranojnë negociatat. Raundi tjetër i bisedimeve të Vjenës është planifikuar të mbahet pas 2 javësh. Të tjera zhvillime vijnë edhe përmes shtypit ndërkombëtar për sot. Media turke i kanë cilësuar cënimin e fjalës së lirë si një nga goditjet më të mëdha në historinë e vendit në prag të zgjedhjeve të rëndësishme parlamentare, të cilat mund të jenë edhe fundi i dekadës ku sundoi Recep Tayyip Erdogan. Sipas The Guardian, gazetarët kritik të Erdogan apo politikave qeveritare janë mbastisur prej asaj që vëzhguesit thonë se është një fushat e gjerë për të trembur zërat të cilët kanë kërkuar ndryshime dhe llogaridhënie në Ankara. Kandidati republikan për president Donald Trump shkaktoi sërish polemika me deklaratën e tij, duke thënë se presidenti Obama e urren Izraelin. Sipas Washington Times, Trump e kritikoi marrëveshjen bërthamore të Iranit, duke e cilësuar si një rrezik për Izraelin. 2 vendet europiane pranë Rusisë, duke përfshirë edhe atë që kufizohet me të, kanë kombinuar një pjesë të forcave të tyre ushtarake. Qeveria suedeze mori vendim të krijojë një grup të përbashkët detar me forcat e mbrojtjes të Finlandës. Sipas Business Insider, Suedia ka konstatuar shkelje ushtarake të rusëve në territorin e saj. Daily Mail raporton se një grup tjetër masiv prej 1 milion njerëzish mund të kërkojnë të strehohen në Europë të shkatruar nga lufta në Siri, ndërkohë që Turqia pret që situata të përkesohet kryesisht gjatë stinës së dimrit. Në janar të vitit të ardhshëm pritet të fillojnë edhe punimet për ndërtimin e stadiumit të ri kombëtar në vendin ku ndodhet stadiumi aktual. Punimet mësohet se do të kryhen nga një kompani shqiptare e cila do të zbatojë edhe projektin e hartuar nga një studio italiane që u shpall fituese, duke ia blerë asaj me çmimin 5% të vlerës së projektit. Kualifikimi për fajsueses shqiptare për në finalet e Euro 2016 japi dritën jeshile dhe finalizimit të bisedimeve për ndërtimin e stadiumit të ri kombëtar, që do të jetë pikërisht në vendin ku ndodhet sot stadiumi Qemal Stafa. Premtimin publik i kryeministrit për mbylljen e procedurave të këtij projekti ka vënë në lëvizje të gjitha hallkat.
Konsorciumi italian Serenissima me këtë projekt është përzgjedhur prej më shumë se një viti fitues. Ky stadium është parashikuar të jetë 22.000 vendesh dhe me të gjitha tribunat e mbuluara. Sigurisht ka të parashikuar që veç funksioni si stadium, ky godin do të përmbajë rreth 14.000 metra katror qendër biznesi dhe facilitete të tjera, ndërsa 4.000 metra katror do të jetë një sipërfaqe në dispozicion të Federatës Shqiptare të Futbollit për zyrat dhe nevojat e saj. Ajo që bie në synanën veriore të stadiumit është një kull i lartë, ku pjesa e sipërme do të shërbejë si restorant ekskluziv i stadiumit dhe një studio televizive transmetimi. Për ndërtimin e tij është kërkuar një garanci për 6 milionë eurosh në vit, e më pas kjo shumë do të kishte një trend progresiv deri në fundin e 35 viteve të koncesionit. Ky është edhe ngërçi kryesor që ka ndalur në përzyra projektit dhe në pa gjetur një zgjidhje prej kaq kohësh. Megjithatë, konsorciumi italian që në fillimin e diskutimeve ka patur si opsion shitjen e projektit, nëse nuk do të arrijë marrëveshje për pikat e kontratës, dhe duket që zgjidhja është pikërisht kjo, pasi kompania ndërtuese mund të jetë një kompani shqiptare. Burime konfidenciale për Top Channel pohojnë se ndërtimi i këtij stadiumi të ri do të fillojë pikërisht me blerjen e projektit, për një shifër për rreth 5% të vlerës të ndërtimit të stadiumit, që është parashikuar të kushtojë rreth 50 milionë euro. Prishja e qemalstafës mendohet të fillojë në muajin janar, një proces që do të zgjatë rreth 5 muaj, por përpara saj do zhvillohet një ndeshje e fundit e përfaqësueses kuqezi, që do të jetë miqësorja e 17 nëntorit. Për këtë arsye ka filluar këtë ditë edhe përmirësimi i ndriçimit deri në 1100 luks, por ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar sa i përket kundërshtarit tonë në këtë miqësore. Kroacia është tërhequr ashtu si edhe Polonia, e cila kishte si opsion luajtjen e Shqipërisë jashtë. Gjithsesi mendohet që kjo do të jetë miqësoria e dytë e muajit nëntor, pas asaj që do të luhet me Kosovën në Prishtinë. Kemi përfunduar edhe për sot, ju falenderoj që na ndoqët fundjavë të mbar, bashkë do të shihemi të hënën.